Partia Demokratike e Kosovës e ka prioritet kombëtar arsimin dhe për ta pas prioritet që duhet ta ketë qeveria e Republikës Kosovës prioritet arsimin, sepse nga arsimi derivojnë të gjithë sektoret e tjerë, duhet ketë buxhet të mjaftueshëm. Dhe Partia Demokratike e Kosovës e ka prioritet kombëtar arsimin dhe do ta ketë rritje të konsiderueshme të buxhetit, ku një rol të rëndësishëm ka edhe shpërndarja e buxhetit në komuna ose formula e financimit të komuna. Varësisht, kjo nuk ka ndryshuar. Do thotë formula e financimit është me vite të tëra që është e njëjta dhe kjo duhet të ndryshojnë sepse kemi një tranzicion shumë të madh kohët e fundit, në vitet e fundit dhe duhet bën ndryshime rrënjësore. Po ashtu për të qenë për të funksionu ose për të qenë cilësor edukimi i hershëm, qoftë në qerdhet private, qoftë në qerdhet publike, duhet ketë një inspektim të vazhdueshëm të inspektoriatit. Kapacitetet e burimeve njerëzore në inspektoriatin e arsimit janë tepër të mangëta, flas në numër. Pra po edhe ju synoni të rrisni numrin e inspektorëve. Partia Demokratike e Kosovës do t'i rrisë kapacitetet edhe në numër, po edhe në cilësi, në ngritje profesionale të inspektoriatit të arsimit, për shkak që luan një rol tepër të rëndësishëm në ngritjen e cilësisë në arsimin përgjithësi në Kosovë. Partia Demokratike e ka pjesë të programit për pilotim mësimin gjithditor, mirë po para se të flasmi për mësimin gjithditor, duhet të flasmi për segmentet të cilat duhet t'i kemi paraprakisht. E para duhet të kemi program kurikul për mësimin gjithditor. Sepse ajo duhet bëhet në bazë të një analize të mirëfillt nga ekspertë e fushës dhe të kemi kurikul të veçantë për mësimin tërditor. Do të pilotohet aty ku ka hapësirë, infrastrukturë, ku mund të zhvillohet mësimi tërditor, pasi që të bëhet kurikula, dhe para gjitha këtyre duhet ketë një lindë veçantë buxhetore. Duhet ta kemi parasysh që mësimi gjithditor ka një kosto kogja të mirë. Dhe kjo gjithsesi duhet të ketë një lindë të veçantë, tjetë e planifikuar në buxhetin e Ka ndonjë përllogaritje prafërsishme sa mund t'i kushtoj buxheti? Varësisht se sa shkolla ose sa komuna i piloton. Tash krejt varet nga jo, ideja s'është e pilotimit, ideja mbase është duhet ta kesh një kurikul, Kosovë. Përderisa nuk kemi kurikul, përderisa nuk kemi një kurikul, një plan program të qartë dhe çka do të zhvillohet brenda këtyre shkollave ku do të pilotohet mësimi tërditor, nuk mund të flasmi për shifra dhe kosto, mirë po është një kosto e lartë, sepse nëse nxënësit rinë gjatë gjithë ditës, aty duhet përfshihet edhe ushqimi, duhet përfshihet aktivitetet jashtëkurrikulare, shëtitjet e tjera dhe ajo përllogaritet në bazë programit të cilën e parashes. Sigurisht duhet jetë një departament i veçantë brenda Ministrisë së Arsimit që mirret ekskluzivisht me kurrikula dhe përcjelljen dhe programin e mësimit tërditor. Mirë, nëse nuk keni diçka për mësimin tërditor, do të mund të vazhdonim me jo tekstet, aty do lidhemi gjithsesi, po në seksionin për arsim, për shembull në raportin e progresit për Kosovën, thuhet se rezultatet e testit PISA të vitit 2022 kanë treguar që 15 vjeçarët nga Kosova janë mbrapa 4.5 vjet në krahasim me bashkëmoshatarët të Bashkimit Evropian. Problemi i parë dhe kryesor, krucial, konsideroj që është mosndryshimi i kurrikulave. Si Kosovë, si shtet. Pastaj zhvillimi i mendimit kritik. Na kemi bë kurrikula para 10-15 viteve dhe kështu me radhë, ka pas ndryshime aty këtu ku ti ke pas ndryshime shumë të vogla, mirë, por nuk kanë qenë me theks të veçantë në zhvillimin e mendimit kritik. Mendoj që duhet të investojmë në zhvillimin profesional të mësimdhënësve, që ata të ndikojnë në procesin e mësimdhënies dhe mësimdhënies për të zhvilluar dhe për të nxjerrë nxënës të cilët korrespondojnë me nivelin e pyetjeve të PISA-s. Tash pyetjet të cilat na kemi me fëmijë shumë talent, kemi nxënës shumë të ditur, me njohje shumë të larta, mirë po sa jemi në trant dhe në hap me zhvillimin e metodologjive dhe strategjive në procesin e mësimdhënies dhe mësimdhënies. Po ashtu janë tekstet shkollore të cilat nuk prezantojnë zhvillim të mendimit kritik.